Guhem Artan Berisha dhe gjamnezet e shtetë vgjec, duke gjetuar vetëm një nje kabine modeste prej druri, të vendosur në periferi, të një komuniteti të kete likenor prane pogradesit, buze likenit të ohrit. Është ai logj vendi ku gjithkush, dipunet personale të gjithëve, por shumika e njerëzve përgjithësisht rine në punet e veta dhe shohin punën e tyre. Unë punoj në industrinë e ndërtimit, duke i kaluar ditet e mia në kantiere të ndryshme, duke dërdur themele betoni, duke ngritur struktura muresh, duke transportuar materialet e rëndane në dielin e pameshirshemose shiun rembjes. Dërç të pune fizikisht e veshtire, e atej logjikët e lej absolutisht tek e putur fare në mbremgje, me kalot e trasha këtë mbulojnë duart dhe pluhur ndërtimit e ngulitur në floke. Por paguan faturat e nevojshme dhe me man një satim mbi koke. Dhe sinkerisht me pelken verte të gjoke bej, ka diçka telesisht të kenakshme në ndërtimin e gjerave kedo të skjasin per dekada, edhin nëse gjeta ime personale ndihet ende shume në ndërtime si perde e paplote, nuk me kam betur shume familje në kete pike të gjetes sime. Prinderit e mi u vranen në një aksidentet mërshem automobilistik 6 vjet me pare, kur une sa po kisha nisur gjetën tajme si i rritur, nuk kam velezer apo motra, as teze, as dagje, as ek shaksa apo hale këte me pjesin regullisht. Gjam vetem une tani, duke u bredhur vetem në atë kabinet e vogël. Me dise me të esaj prej druri ke kert sisnin, dhe nje pamgje pakesorit e likenit nga veranda e pasme. Shumisene mbremgjeve ngro diçkate, thjeshte për darke, ndoshta shikogja ndonjë ndeshgje në televizorin e vjetër dhe imbilgja diten, por në fungjave, kur gjava e punes kerkuese me ka ke putur fare, kam kete ritual të veçante ke njek, mar shufra e peshkimit, hipne biciklete dhe shkoj me biciklete deri te likeni. Nuk e shta vertet per te kapur peshk sinkerisht, në te vertet te ralle here kapqa diçka ke javlente tambagja, behet fjale per vetmine e kete. Me një rasi u gji per plasesh butesisht në breg. Zogshte ke fluturonin ylet membi si per fake, djeli ke zitet ngadale atje në horizont. Botan dihet pafundesisht me imade në ato momente. De problemet e mia personale ndihen dukshe me te vogla dhe me te minaksueshme. Ate pas ditë të shtune nuk ishte ndryshin nga zakonisht. A gjëri ishte i trashe të i renden nga lagështia e fundit të veris, e atij logjike ngjitej në menëret e pakendshme në lekuret e roba. Kisha përfunduar një turn të gjatë duke ngritur strukturën e një verande të re për disa pronare, shtëpish në kytet. Muskujt me dimnin të merresisht nga ngritja e trareve të rende gjithë ditën. Mendova se disa ore buze u gjitë do të me shkundnin logjen e akumuluar. Huda shufra e peshkimit mbi shpatull, shkova me biciklete ne për shtegun me zabor nga kabina ime dhe u drejtova për në vendin tim të zakonshem, njek të se e izoluar ku kallamishtet rriteshin të larta dhe u gji ishte mjaftueshëm, i tele per një hedgje të mire. Djeli po filon të zbritjen e ti të ngadal të drejt horizontit, duke piktruar likenin në nuanshata shkelkesh me portokalli dhi ari. Parkova bicikletën time kunderin gjepe me të madhe, zbertheva shufra e peshkimit dhe fillova të vendosja karemin në gremq me kushdes. Pikerisht atë here e daggjova karte. Njes perkatje e bute, gjosi peshke kersente, por e kelimshme dhe e matur, si dikush ke leviste ne per ugje. Undala, shufra gjizme i gatshme, dhe veshtrova drejt kalamishteve të larta. Vendi zakonisht ishte plotësisht bosh, shumika e njerëzve kendronin, të pontonet publike në anën tjetër të likenit. Kurioziteti me mundi. Vendosa shufra poshte dhe u afrova ketesisht, duke ndare barin e larte aksa për të pare permes. Dhe ati ishte agjo, një grua kë kendronte deri në brez në ugje me shpinen nga unej. Duket se ishte në të 30-tat e vona ose në të 20-tat e heshme, me gjithese ishte e veshtiret e të heq saktesisht nga agjo distanse. Floket e saj kafe të eret ishin të lagur, ngjitur pas shpatullave në figjet e gjata. Kishte një trup të hole, elegante edhe në mënyrën si leviste në valezime. Lekura e saj ishte e zbehte kunder u gjitë këj e rësohej dhe agjo dukeq e humbur në botën e saj, duke shpelare krahet me levizjet e nga dalshme e të kushdeshme.
u ngrira plotësisht, duke kuptuar se po lahej plotësisht e pavete e dishme për praninë e time. Fytyra mu skuk nga turpi dhe fillova të tërhikesha këtësisht, duke malkuar veten që po I qenoja privatësine. Por ndërsa zhvendosa peshen tim, nje dëshizu time zurmen në cizmen tim. A gjo u kethje me njëhere, si te I sajtë hapur nga alarmi dhe frika. Shikimet tona u krikëzuan për një sekonde, të sajate të ladete higjezuara, të mi të ndoshta të hapur nga shoku. A gjo u zhit me poshtën e ugje, duke krikëzuar krahet mbrostes në Big Jokes. O Zot, murmurita june, duke ngritur duart në shenjë dorezimi. Me falni shume, nuk I kisha ndërmend, mendova se sperkaqa ishte një peshk apo diçka. Nuk po tentoja të spionoja. A gjo nuk ber titi apo tirri, tesht me shikoj mertasi intensive, fitajra e sajgjës kukur. Mund të shihgja brishtesne ati të përzir me diçka me të eger sikur ishte gatita ikte me vrapne se begja ndonjë levizje të gabuar. Bera një hap që tër prapa duke u penguar në nasitim. Vertet po largohem me njëhere, nuk pashe asgje, petohem, por ndarsa u kteva per të shkuar, zeri I saj preu ajrin, I dridur por urgent. Prit, te lutem ndihmu. Undala zemra me rihte fort. Qfari? Jemi re? Ajo hezitoj, duke veshtruar rrethugjit. Roba temja, u largan me ugje, nuk mund te dal keshtu, nuk ka asgje ketu, as peshkir asgje. Veshtrova drejt brigut. Vertet vetëm një pale atlete të vjetra dhe një cante e vogel pelhyre rinin në shkembin. As një robe në si, rima duhet t'i këte marren dersa ajo ishte e shperkendruar. Okej, prit pak, tashe une, duke ferkuar zverkun. Pa menduar shume, hota shaketan dhe me pas hoka bluzan nga koka, duke me lene vetëm me ksinse dhe qizme. Azi poftohej, por mezi e vurare, I palosa dhe I vendosa mbi një gurta sheshte buzeujit. Jem perdori ketu, gjani të pastra të premtoj. Unë du të këtehem nga ana qetir, me rëkozën tendi, u rotulova me njëhere, duke u këthir nga pemet, veshet I via per gjdo tingull. Pas meshe degjova ujin ke levizi, pastaj hapët e butej në zavor, një minute kaloi ndoshta di. Me në fond, zeri I sajardi serish, me I kete tani, faleminderit. Vertet, u këtë vangadale, duke mbajtur syte me respekt. A gjoken dronte ati me bluzend hek shaketen tim të madhe, menget I vareshin poshte duarve, kembet e sajsh të zveshura dhe të dridhura, kembet I kishte të gervishtura dhe gjakosura lete, sikur kishte vrapuar në për terin e të veshtira për të ardhur ketu, nga afer, ishte edhe me emre selenese, molezat e larta, buzet e plota, dhe ata si këmbanën gjë bote me historit e patreguara, por kishte edhe trishtimati I gdëndu në rudat ret gogjes se sajgjë. Ska problem, tashe une, duke u perpikur të tingel loja I rastesishem. Gjë mire, duket sikuri ke lenduar kembet, une jetoj pek me lartë në shteg, kam një kuti ndihme të shpejte aqe, ose mund të teras dike nese dëshiron, ajo të ndikoken, duke përkafuar veten me fort. As një tirgje, por nëse mund të me gjepje një udhetim diku të sigurt të tavlere soja, po hoja, duke marre bicikletën tim, shtepja ime eshte afer, mund të laheshat gjë, të kuptosh se qfare të besh me pas. Une gjam artani, me kera fjala, era u perg gjigja gjo butesisht, zëri I saj mbante një dritje të lehte. A gjo u ngjit në pjesën e pas me të sendiljes se bicikletes, duke u mbajtur lehten dersa une na qogja, me biciklete larglikenit, drita ke po shuhej hitte higjete, gjata në shteg. Une shkogja me biciklete nga dale drajt kabinesime, zavori kërsisti nën goma. Era ishte ullur pas meze në sendilje në bicikletes, duart e sajgj lehtesisht të kapura në buze per ekuiliber. Nuk foli shumë gjate udhetimit, vetem një faleminderit të kete kur filluam. Zeri I sajgj me zidagjo hej nga fëlladi I mbremjes. Mund të ndjegje dridjet e sajgj pas shpinesime, lageshtja nga likeni dhe pertonte në eksaketen tim ke ajo mbante. Shtegu dredonte në per një fusheta hapur, para se të zbriste serish drajt vigjes se pemeve, dhe djeli kishte rene ak poshte sa të hitte një mjegull të bute ari e mbigjitska. Mendja me vlonte me pjeqe, kush ishte agju, qfare e kishte shjelle në atë vend buze likenit, por I më bajta pervete.
Gjegja e fundit ka i duhej ishte ndonjë i huaj ka i hynte në punet e saj. Arritëm në vendin tim pas rreth 10 minutash. Shtangja kabine modeste prej druri, e fshehur larg rrugës kryesore, me çati tep gjere tenje verandë të vogël nga uji, unë ndërtova vetenje shtese në verandën e pasme verën e kaluar. Asgjë luksoze, thjesht një vend për të ndëngjur për të parelikenin. Parkova bicikletën kundër parmakut dhe e ndihmove të zbriste, kujdesjem të mos e preksha me shume se sa duhej. Gjaku gjemi tashe unë duke hapur dëren. Nuk ishte shume, por ishte e tatede e ngrohte. Agjumen doki brenda kem bete saj të zveshura trokisnin butësisht në dishemene e drurit. Ndeza dritat, lamba e vetme në domen e ndengjes, hitten gje shkelkim te ngrohte e mbi hapesire. Doma ishte, e thjeshte, një divan i vjetër kunder një muri, një tavoline kafeje, e mbushur me disa revista dhe një kuti veglash gizme e zbrazur, dhe disa fotografit e kornizuara në raftin e oksakut të zverdhura nga koha. Ato ishin të prinderve të mi nga ditet me të mira, duke buze keshur në një piknik familjar buze të njajq titliken. Disa kaktuse në vazurrinin në parvazene dritares, duke kapur rezete fundit të drites se djelit, dhe permes dritares se pasme, mund të shigje likenin kësh kelkente në largesi. Behu e kete i tashe une duke i bere shenje nga divani. Du te shel ditska per te pire, u drejtova per në kuzhine duke dërdurën gje gote u gjete, ngrote nga cajniku ke kisha lenen dhe sur me pare. Kur u këteva, a gjo ishte ullur në buzet e jastekut, krahet e mbeshqele rret vetes, si te ishe tisnin në perdome, sikur po vlereson të nje rrugë shpetimi, izgata goten. Gjakjo duhet të ndihmojë me të ftohtin. A gjo e mori me nje pohim, por gishtat e saj preken shkurtimisht temite, pikerisht atë here vura remavjosjet. Shenjat e zbeta vjolce nesh patulen dhe krahun e saj, këdilin nga gjake e ksaketez. Duke shinte fresketa, si nga nxerenje ose me kek. Nuk e ngulasite, por me shtrengoj diçka në stomak. Kusha po qfare i akishte berekete. Mund të perdurish bëngjën për të nderuar nëse deshiron të shejune duke u përpjekur të mbagja zerin të këndrueshëm. Du të marrë disa roba të tata. Nikser nga dolapi dhe gjeta nje, tu të bjetër kë i kishte për kitur në nesime. Pjesa e poshtme e tutis gride nje bluze me kapuq të zbutura nga vitet e perdorimit. Ishin pak të vjetra, por të pastra. I vendosan e banakun e bangjës bashke me një peshkir të paster. Merë kohen tend, unë do të gjem ketu gjashte, a gjo u zhduk në bangje, dera u mbyll me një klik pasaj, dek gjova kyqin ke u rotulua, dhe nuk e fagjesova per kushdesin, ndersa a gjo ishte brenda, zëvendesova vetën në kuzhine duke pergatitur një darke të thjeshte. Nuk isha shume kuzhinier, por kisha veze, buke dhe pak tërshere. Fergova vezet me pak gjate, te ka buken të ngroha njëtas me tërshere per sdurast, aromat mbushen hapesiren e vogel, duke e bere te ndihej me pak bosh se zakonisht, kishte kaluar shume kohe ke kur kisha gatuar per dike qeter perves vetes. Pas asaj ke unje si 20 minuta, dera u hap, a gjodoli e veshur me tuten, floket e saj të lagura te krehura pas. Robati ishin të gjera për te, por a gjo dukesh me e kete, me gjithese si te i kishte endet e skukur, sikur kishte luftuar për te moskare. Falemin derit ta a gjo serish, zeri i sajme i kendru shem tani, per gjithçka. Nuk e di se qfare do të kisha bere atje gjashta. Ska problem, u per gjigjaune, duke vendosur një pjatene tavoline në kafese. Ja, ha diçka nëse ke uri. Nuk eshte asgje e vesante, por do të ngrohe. A gjo ull duke ngrene vezet me ngurim, duke marre kafshata të vogla. Nuk e shtiva të hante me shume. Duket siku po e hante me zor, vetem per të kene e shelshme. Mora një pjate per vete dhe u la në koltukun per balesaj, duke i dhene hapesire. Heshtja u zgjat, por nuk ishte e pakenshme. Thjesht di të panjohur kendanin një moment. Vura rese a gjo veshtron të fotot në raftin e oksakut. Ata gjane prinderit e mi tashe une per te tjerë ketesini. Tani nuk gjane me, por gjo ishte shtepia e tyre para se te ishte imgja.
Ajo pohoj shprehja e saj u zbut pak, por nuk pjeti me shume. Në vend të kesaj, ajo vendosi pirunin poshte pas disa kafshatave. Duhet të largohem se shpeshti, murmuriti ajo. Nuk dua të bezdis. Nuk po e ben, I sigurova unë. Shiko, po e resohet jashte. Këndron atë nëse të duhet. Unë du të flene divan. Shtem jaft, I rehaçem, ti mund të marrësh domen e gjumit. Ajo hezitoi, gishtat e saj rotulonin buzen e bluzes me kapuç. Me në fund, ajo pohoi, vetëm një natë. Faleminderit, Artan. I tregova domen, një hapesire, e tjeshte me një krevat doppio, një komodine dhe një lambe. Në kësora qarsafete paster nga dolapi I lendëve të bardha dhe e shtrova shpejt. Ka një furse dembesh rezerve në sirtarin e bëngjes nëse të duhet. Ajo me falenderua edhe një here dhe e mbilli deren bëtesisht. Unë u vendosa në divan me një batanigje, shtepja me I këtese kurre, por zho bosh. Ndërsa këndroja shtrire duke pare tavanin, dëg gjovan një psheretime të byte nga pas dere se dome se gjumit. Per heret të pare në vit, shtapia ime nuk ndihe jake vetmuar. Uzgjova heret në menges. Drita e pare filtruar në perde dhe hitte një shkelkim të bute në për domen e ndengjes. Divani kishte kene me I rehaçem se sa kisha pritur, por gjumi kishte ardhur me ndërprergje. Mendja me kthehejte era në domen qeter, e huajake kisha sjelle në shtepi pa menduar. U zgjata, duke shkundur ngurtisine, dhe u drejtova per në kuzhine këtesisht, duke mos dashur të zgjogja. Zjesh njëtë nksere me kafe të forte, aroma mbushi hapesiren e vogel, dhe te ka buke me gjall pedi ritsil. Nuk ishte shume, por ishte ajo ke kisha. Shkrova nja shenim të shpeshte në një kopele tër. Nëse të duhet diçka tër, gjam ne obor, pan kësitim. E la shene banak prane pjates dhe filksanit, pastaj dola gjashte. Ajri mëngjesit ishte I fresket, duke mbartur aromen e letet e pishave nga pemet ke reshtonin likenin. Mora kositesen e vjeter nga magazina dhe nisate e kosit që pëgjeset e mgjella me barne oborin e përparme. Ishte pune pa mend e ti leke I lejonte mendimet të brednin. Mendoja per te nga kishte ardhur, pse kishte kene aqeve tem, ato ma vi gjoshet ke kisha pare, por e shtiva mengjane. Nuk ishte puna ime të hijane punet I saj. Ajo du të largohej se shpeshti dhe gjeta du të kthehej në normalitet. Pas rreth një ore, veshtrova drejt shtepise dhe pashe levizje permes dritares. Era ishte zgjuar, duke kendruar prane banakut duke leksuar shenimin tim. I hodi kafe vetes, pasta ju ullne tavoline duke ngrene ngadale bukene të kur, e veshtrova per një moment. Ajo hante me kushdes, sigurisht e vakti I pare, I vërtete pas një kohe. Kur mbaroj, pastroj pjaten e laune lavaman dhe ma gjefshiu banakun, pasta I palosi batanien kë kishale në divan nga nata e kaluar, duke e vendosur regullisht. Ishte një gje e vogel, por e beri vendin të ndihej I kushdesur, fshiva gjersen nga bali dhe u drejtova brenda kositesja e vendosur në vendin e saj, mëngjes të mire, tashejune, duke e mbajtur tonin te lehten dersa hyra në dere, duke të sikur kë fjetur mire. Ndihesh me mire, ajo u këti, ende me tuten, floket e saj te thara në valet e lirshme. Po faleminderit, kafja ishte perfekte dhe buka e tekur e hengra te gjiten. Shpresoj që ishte në regull. Sigurisht u përgjigja me një buze kështje, merë me shume nëse dëshiron. Pangsitim per të dale, oborri ishte bere dhe une nuk kam asgje per të bere sot. Ajo hezitoj, duke luajtur me filkshanin. Duhet të largohem se shpejti, por nëse nuk ishte shume bezdi, ndoshta mund të kendroja pak me gëgjate. Derisa të kuptoja gjerat, po hoxha pa menduar di here, këndro sa të kesh nevogje, doma ishte I gjogja, ketu ka shume hapesire, shpatulare sa gju relakson pak, dhe ajo arriti të benten gje buze kështje të vogel, e para e vërtete kë kisha pari, ran në njeritem të lehte pas asaj, I tregova oborin, duke I tregova shelgun e vjeter buze ugjit. Ajo me ndihmoj të ugjistja disa bime kë kisha, duart e sashte kushdeshme ndersa mbante zoren. Ndersa punonim kra per kra, heshtja ndihet shokerore, gjo I sikleqme. Përfundimisht,
E peta butesisht, nuk që e detiruar të thuash nëse nuk dëshiron, por çfarë të solli ketu të likeni keshtu, që nga keto ane. A gjo undal duke pare u gjin ke rritën e toke, gjo, jo nga ketu, isha në Tirane, punova në një zire, duke me nakshuar logari per një firme të vogël, ishte e kendrueshme, edi, por gjerat u shkateruan, i dashuriem ishte i dashuritani, nuk ishte i mire me mua, u be i dunshem disa here, herën e fundit ishte kek, la keto shenja, a gjoter hikte mengen, duke zbuluar serish ma vizhosgjet, pastaj në pune, pati kete remuzhe me fondete zhdukura, une nuk isha e përfshire, por njerëzit treguan me gisht, dhe papritmas askush nuk me besonte, homba punen, mikte me këtjen shpinen, tjesht paketa një sante dhe u largova, kam bredhur per gjave te tera, duke kendruar në motele të lira, duke u përpjekur te keti soja mengen, likeni duke pakesur, por pastaj ata gjemu shfaken, duke me hedhur robat në uje, duke keshur sikur ishte shaka. Shtrengova zoren me fort, zemerimi po me vlonte, kjo eshte e të mërshme, me vjen kek ke kalove kete, askush nuk e meriton, a gjon ngriti supet por si ta i kishte te larget, po ti, duket sikur i ke reguluar gjerat ketu, por ato fotot brenda, familja gjote, vendosa zorren posta dhe umbeshteta në gard, po mamagja dhe babaj, vdike në një aksident 6 vjet me pare, isha 29 vjeç sa po kisha filluar punën në ndertim. Pa familje që terë, keshtu kë mora shtepine, ka kene këtesi kë atëhere. Disa vjet me pare, pata një aksident në kantier, një tra reshki ti me teu ke kemben, kalova muaj të tere duke u shtrire, duke u pjetur nese do të punoja serish, me duked si kur bota kishte mbaruar me mua, por u sherova, u ktheva ne pune, likeni me ndihmon, me kujton se jeta eshte me e made se ditete ke kigja, a gjo pohoj, shpregja e sa gjuzbut, duket sikur të dikemi kene duke i kur nga diçka. Ne kaluam përgjesen qeterte pas dites keshtu, duke u kujdesur per oborin dhe duke ndengjur në shkalet e verandes, ndërsa djeli zbriste me poshta, likeni ube i argjente në drite. Karkalekat filluan të siqerinin, dhe per herit të pare pas një kohë të gjate, këtesja nuk ndihej e rende. Ate mbremgje, era ofroj të gatuante. Kërkoj në kilarin tim të paket të përgatitin gjë supete, tjeshte patatesh me disa karota të barishte ke kisha haruar se i kisha. Nuk gjam shume e mire në kete, pranoja gjo, duke përzje të nksere. Por eshte diçka e ngrote, ne hengrem në tavoline, avulli ngrihej mes nesh. Supa ishte e mire, me e mire se sa kisha pritur. Dhe ndersa flisnim me shume, duke ndare kopeza nga ditet tona në Tirane kundrajt pogradesit, ajo keshi per heret e pare, një tingull i bute, i verte te kë e beri domen të ndihej e gjale, e gjeta veten duke buze keshur, pesha e dite se me parshme ulehte sua pak. Ditet u shkrinen e një ritem të rehatshëm pas asaj mengjesit e pare. Era kendroa, dhe une nuk e vura në dishim, a gjo duke se kishte nevoje per hapesire, dhe sinkerisht, pra një e saje bentesh të pine të ndihej, me pak si një vend i zbrazet. Ne kishim rene në rutina të vogla, duke u gjitur bimet në obor, duke ndare kafe në verande, ma gje edhe duke bere shetit që të shkurtra pergjat e shtegut buze likenit kur, moti ishte i mire. Ishte gjate një pregjatyr shetit gjeve disa pas dite me, vone kje gjerat filuan të loheshen. Djeli po kendron të ulet, duke e këthir likenin në një paskire portokalish dhe rozesh të zjarta. Uni suggerova të shkonim të shelgu buze pronesime, dhe gete tij kë zbrisnin me per tasi drejt u gjit. Vendi me i mire per perendi me djeli, thashej une, duke marre disa shishe uji. A gjo pranoj me një pohim, dhe ne qem ne përbar, agjrigu me zhinte nga karkalekat. U vendosem në një kopeto që te butenen për me shpinem beshtetur në trung, duke pare dritën të kersen të nevale. Pas pak, e veshtrova. Ajo kishte kene me këte atedite syte i kishte të larget, ma vijos jet në krahet e sa gjishin zbehur pak, por ishin ende ati, një kushte se e asaj ke kishte ikur. Une hezitova, duke mos dashur të shtigja, por pjedja me kishte munduar. Era, ato shenja në krahet e tu dhe qfare ndodhite likeni.
Nëse dëshiron të flasësh për këtë ju në gjam këtu, pa presion, ajo veshtroj Eugene për një moment të gjate, gishtëte saj rotulonin një fie bari. Pastaj, me zete ju let, ajo filoj. Nuk ishin vetëm robat ke u larguan me Juge. Ishin atë diostre preshtyre, mendoj. Kisha shkuar atje për te këtë suar mendjen, kisha nevoje për njënët për te lare ditën, por ata u shfaken pa pritur. Të dehur ose diçka, filluan duke vershelie dhe ngasmuar, duke keshur. Kur i ngjorova, ata me moren gjerat nga bregu. Robat, peshkirin dhe i hodhen të gjitha ne ugje. Thane se do tek theheshin nese nuk si lesha mire. U panikova, u fsheha në kallamishte me të leke munda, këndrova atje per ore të tera, duke ngrire derisa ta u larguan. Deri atëhere, gjithçka ishte zhdukur përveç ke puqeve dhe çante sime. Në fulla mu shtrengua, nje zjar i nga dalshem zemerimi po me ngjitej në gjoks. Kjo nuk eshte e drejte. Me vjen ke kete ndod higjo. Nese shoh dikete tile ke tu, nuk do ta ligja me kak. Ajo ngriti supet, por se te i kishte te larget. Ti tash me ke ndihmuar me shume se sajdi, por po, prandaj isha ake frikesuar. Kam kene duke ikur nga me kek, por kjo vetëm sa e shtoj. Në ndëngjem në kete si pas kesaj, dili zbriste poshte horizontit. Nuk e shtiva per me shume detajje, por fjalet e saj vareshin me sneshsi një higje. Atë mbremgje, këthir në shtepi, u përpokem të haronim duke gatuar bashke. Ajo preqeperi me per një gjelet e thjeshtë ndërsa, unë perzia të ngzëren. Kuzina u mbush me aromen e kepeve dhe barishteve. Ndihej normale, po tuaj se shtepijake, dhe per një moment tensioni u lehtesua. Pastaj erdi trokitja. Ishte e forte kembengulese, duke gjehuar ne per shtepine e kete sin gje bubulime. Ungrira, lugen ne dore, dhe veshtrovajoren. Pasores tete jashte ishte resire e plote, fytyra e eres uzbe, tika e sajra me zhurme në banak. Kush mund të jete? Pesperiti ajo, duke u tërhekur pas. Kanë roketu tashe une, duke fshire duar në një peshkir. Shkova të dera, duke pare në përmjet dritare se vogel. Daj burra kendronin në veranda, te siluetuara kunder drite se oborit, me pamjete a shper, një erime një saket të zbehor. Qetri me një kapelet të ullur poshte, hapa deren pak, duke mbashtur zingshirin të mbilur. Mont jundihmoj, me i gati u perkull, frima e tijvin të lehte era birre, po kerkoj me dike. Pëmenje e vajze buze likenit gje, la disa gjera pas, e ke pare, floke te e red vetem. Me vlon të gjaku, keta duhet ta ishin ata, të qmendurit kë e kishin nga qmuar. E mbajta zerin të kendreshem, por të prere, nuk ka asken të tille ketu. Dine se jeni gju ata ke e bezdiset, beni majre të largoheni tani, du të teras shefen e polisise nese me duhet, me ishkur trikeshi me ironi, duke vestruar pas meje në shtepi. Thjesht po pjesnim, shoku, nuk ka nevoje të behe shembroqtes. Nuk po pjes, i këteva une, duke beren gje happer para aksaper të ballokuar pamgjen. Dilni nga prona ime, ata shkembjan gje veshtrim, murmuriten diçka në zede u këtjen, duke u zvaritur drejt një kamionit e vjetër të parkuar në rrugë. I veshtrova derisa dritat e pasme të tyre u zhduken, zemra me rrihte fort. Kur mbyllë deren dhe u këteva, era ishte ati në koridor, duke u dridhur, krahet e mbeshtjele rret vetes. Ata ishin peshperiti ajo, zeri i saj utje, o zot, me gjetën. U afrova drejt saj, kujdeshem të mos e trembja. E ta gjane larguar, i dergova në shtëpi. Gje e sigurt ketu, te premtoi, ajo u rezua pastaj, duke reshkitur poshte murit në dishem, me loteke i ridnin, isha ak e frikesuar, po sikur të kthehen, nuk mund të vazhdoj të i kështu. Ula pranë saj, mora një kuti me letra higjienike nga tavolina anesore dhe i zgjatanje. Hej me shiko, nuk do të kthehen, dhe nese kthehen, une jam ketu, do të zgjidhim bashke. Ajo mori letren duke fshire si te, frime marrjet e saj vinin me psheretimat e dridura. Ula pranë saj, kra per kra, duke lene këtesin e të vendosaj derisa ajo umbeshtet të une, koka e saj ne krahun tim.
Këndruam keshtu per atë ke ungjesi ore, vajet e saj u ketesuan në gerhashe. Ate nate, pasi a gjo u ketesua, aksa per te ngrene pak gjele, u zvendosem në divan. A gjo u mbeshtol në një batanije, ende e tronditur, faleminderit, artan, murmuriti a gjo, dora e saj getitimen ne dritën e zbekte. Jo vetem per ndimen, por per te me bere te ndihem se nuk duhet ta perbaloj kete vetemi. I shtrengova butesish doren gishtat tane underturen. Nuk je vetem, gjon dersa je ketu. Nuk folem me shume, thjesht ndengjem ati, koka e saj përfundimisht u mbeshtet në shpatulen time. Nuk ishte naksi tim, as një kalim kufish, thjesht një ngushelim i kete, një ngrotesi e përbashket ke largoj higjet per të di. Dersa agjora në gjume, kuptova se diska kishte ndryshuar. Gjo nuk ishte me thjesht miresi. Ishte diçka me i të leke në bashkonte. Një tet pas asaj mbrem gjegjet të tensionuar me ndër hiresit. Ugdir ne diçka të kendrushme, po tuaj se pak e sori. Era nuk u largua mengjesin qëter, si që kisha gjisme pritur. Në vend të kesaj, agjo pjeti nese mund të kendron të pak me gjate, thjesht deri sa të merte veten. I thashe po pa hezitim. Shtepja ndihe gjëndrishe me te brenda, me ngrohte disi, a gjo filloj te kerkon te pune në kitet, de brenda një gjave, a gjo gjeti një pune me kohe te pjeshme në kafene e vogel në rrugën kryesore. Ishte një vend i ngrohte i drejtuar nga një qift i moshuar, ke nuk benin shume pjeqe. A gjo kur desej për banakun, përgatiste kafelate dhe bisedonte me klientet e regullt. Nuk ishte shume, por i gjepte kellim, dhe une mund të shigja ndryshimin në site i sejgjë, me pak te higjezuara, me të pranishme. I qogja me biciklete shumicene me ngjeseve, a gjo ullur pas me krahet rreth belit tim per ekuiliber. Udhetimi ishte i shkurter, duke dredhuar ne per rrugë te ketate reshtuara me dushke de panja, likenik gjitmone i dukshem ne largesi. A gjo zbriste te dera, tunte doren me një buzekeshje të vogel, dhe une shkogja në kantierin tim. Disa here, makina e ekspresit të kafenese bente tekat, keshtu ke kalova pas turnit tim per ta reguluar. Telat e lirshem ose një filteri blokuar, as gje e madhe. Në kembim, a gjo me gjepte një kafe latte të nxehte per tu marre, me shkumet e reguluar si që duhet. Pagese per shërbimet, thoshte a gjo me një buzekeshje nga cmuese, dhe une keshja, duke ndjere se a gjo të regje mes në shritegje pak me fort qaru heri. Hithjer në shtepi, a gjo e transformoj vendin pa u perpje kur fare. Mengjeset zgjoheshan nga aroma i kafese se fresket dhe vezeve të ferguara, ose ndonjë herë tërshere me mana ferrake i kishte blere në treg. A gjo regulonte ndërsa une isha në pune, fshinte pluhurin nga rafti i oksakut, paloste robat, ma gjeblun gje vazotelire dhe embushime lulete egra nga oborri, fotografita e prinderve temi dukeshin me pak të zbehta disi, të rretuara nga ato shpertimin gjirash. Dritërit shkelkenin, dishemite vezullonin, dhe e gjite kabinan di hegje gjale, si kur kishte kene duke pritur per ketti. Mbremgjet gatuanim bashke, gjerat të teshta si tost me gjathe ose makarona, dhe hanim në verande, duke pare dielin të zitet pas kodrave. Likeni bahaj i kelkte, duke reflektuar kjelin, dhe ne flisnim per askgje dhe per gjitshke. Librat e sashte preferuar nga Tirana, tentativat e mjete deshtuara per peshkim si femigje, meny rasin rishonte kite ti me stinet, e keshura vinte me lehta gjithashtu, gjena te ajo dog gjibuken e te kur duke provuar një resete të redin e vend këte kerkonte falgje, ajo t'jesht në ngriti supet dhe ta, e po, kymyri eshta i mire per 300 opo gjo. Une kesha dhe se shpeshti te di keshnim, zeri gjehon të mbi ugje. Ishte ne ato momente ke kuptova sa shume me kishte mungër kjo, të ndagja hapesire me dike, të ndihesha i pare. Ajo nuk ishte me thjesht një misafire, ajo ishte pjese i ritmit ketu. Një mbremje, rreth di jave pas ndër hirasve, ishim seris në verande. Ardri poftohej me afrimin e vjeshtez, ne e flad i lehtez hurmeron të gjetet, që të filluan të shponin kjelin, dhe liken i perplesej butesisht të poshtej. Era vendo si filksanin e saj poshtede me shikoj, shpregja e saj serioze por e butej. Artan, po sikur te dogja te kendroja me gjate. Gjo vetem disa dite, por te kendroja vertet.
Nuk duhet e bezdis, por kivend, duke kene këtu me ti, eshte hera e pare ne vite ke nuk gjamëngjere sikur duhet e ik. Une u këtë vangaggio, zemra me kërciu një ragje. Dora i saj ishte afertimen në parmak, dhe pamenduar shume e zgjata dhe e mora. Gishtat e saj ishin të ngrota, duke u përshtatur në tërshem në pelemben time, mund të këndrosh sa të duash, tashe une këtësisht. Po, kendro për gjithmone nëse këgjon dihet e drejte, këgjo shtepi ka kene bosh shumë e gjate dhe ti e ke bere të ndihet sërish si shtepi, ne mund të fillojme nga e para ketu bashke, nuk ka me ikgje per asnjerin prej nesh, a gjo me shtrengoj doren si të e saq shkelkenin në dritan e zbehte, nje lot i reshkiti në fake, por a gjo buze keshi per me stigj, du ta dogje kete me shume se s'duk gjet që tjerë, në ndengje matin dersa në ta te lohej, era fiskellonte me spemeve, drita e verandes derdhej zhashte, duke hedhur nje, shkelkim te artembi obor dhe poshte buzeujit. Brenda, shtepja, ishte e kete por plot. Enet ne lavaman nga darka, lule në tavoline, te keshura ke kendronin në agjer. Ne kishim kene të thajer në menirat tuna, duke mbartur plage nga hamgjet dhe dimgjet kena, kishin lene pa busul. Por ne atë kabinet e vogal buze likenit, kishim gjetur diçka të papritur. Një strehet e sigurt, një shans të dite. Din njerez, dikur të panjohur, tani duke ndertuar një gjete nga kopezat ke kishim menduar se ishin hambur per gjithmone. Guhem Artan Berisha dhe gjamnezet e shtetëv gjec, duke gjetuar vetem në nje